Një tërmet me magnitudë 2,8 goditi pranë bashkisë Berat. Qarku Berat. Shqipëri sot më 06 mars 2026 në orën 14:33 me orën lokale. Ose më 06 mars 2026 në orën 13:19 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15:0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjerësi gjeografike 20,664 dhe gjatësi 19,962. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Beratin, qarkun e Beratit, që ndodhet 4, ose rreth 2,48 milje nga epicendra. Berat, qarku i Beratit, Shqipëria Jugore, që ndodhet 4, ose rreth 2,48 milje larg. Kuçova, qarku i Beratit, ndodhet rreth 16 milje 994 km larg qarku i Beratit. Fierit, ndodhet 20, ose rreth 12,4 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.